është një çështje kryziu. Kryziu ishte para saj. Po, ishte para saj. Në këto, domethënë ju jeni shprehur disa herë që jeta juaj ishte në rrezik. Mund ta tregoni atë momentin kur ju jeni vërtet keni qenë në rrezik? Unë pra me 21 shtator të 95-ës, unë kam qenë zyrë, duke punu masdite, ishte ora pra rreth orës 7 sa të darkës, isha në zyrë. Dhe me vinë 2 deputet, Ndre Legisi dhe Pandeli Majko. Të PS-s? Po. Dhe i kisha miqë, se unë kam qenë, unë kam pas miqë nga gjitha anë, do me thënë, nuk isha ai militanti partjak, edhe si deputet. Vlerësoja mendimet pozitive të çdo deputeti, kundërshtoja edhe ato me të cilat si isha dakord. Me vinë dhe me thonë, zefthon, a e di që parlamenti po mbledhet për të hequr? Tash, jo, s'kam në njoftim. Tha po, ka një propozim nga Saliu me të shkarkuar. Mirë, thash tani. Unë s'di që parlamenti të bëj atë që do bëjnë. Thash, po të paktën me më thirrë, me më gjuhë, se unë s'di për çfarë. Nëse pastaj vinë me vjedhe një përfaqësues i ambasadës amerikane, pra ishte darkë, ishte ersu jashtë, vjen bilës kishin desh të mos e lejon me hynë në gjykatë. Dhe vjen ai në zyrë dhe më thot, a e di që gjykata është rrethuar me shumë policë? Jo, thash, ku kam hyrë unë, 2 policë shërbimi që kam qenë, ishte rrethu gjykata me shumë policë, edhe ta po di që parlamenti po diskuton me të heqë. Tash sa po më thamë 1-2 deputet që erdhën takuan. Nëse thash po afrote ora 8 e darkës, po mësën në televizor, thash, dhe hapa televizorin që ishte aty për të dëgjuar lajmet. Dhe lajmi i parë me sa më men ishte përmbytjet në Lezhë dhe heqja e ime sekretar. Dhe lajmi i dytë ishte përmbytjet në gjykatën e lartë. Përmbytjet. Po dhe çfarë ndodhi pasaj? Kjo përmbytje në gjykatën e lartë ishte përmbytja për të shpëtu Saliun, për t'i dhënë hapësirë që ai ishte sunduesi i gjithë gjyqësorit në Shqipëri, prokurorisë, i gjithë institucioneve. Pastaj, të drejtë, unë atë natë kisha nënën në spital, edhe do them në atë moment, i përfaqësuesi i ambasadës amerikane, një mik shumë i mirë që i kam rujt marrëdhëniet, Karl Zibentrit, edhe më thotë, Zef, po të shoh që nuk po të shoh shumë të shqetësuar, pra ti u shkarkove. Fillova me qesh, thash, shkarkimi im ka kohë që është datuar nga Saliu, edhe prisja shkarkimin sepse ka qenë një luftë me një pushtetar, thash, edhe po më vjen keq, thash, për një gjë. Çfarë tha? Unë parandjej gjak në Shqipëri. Edhe 97 për fat të keq e provoj. E provoj dhe 96 kur Saliu për gjaku në maj pas zgjedhjeve, 97 që ishte shkatërimi i Shqipërisë. E ktheu Shqipërinë kaq prapa, sepse Shqipëria do ishte ndër vendet e para që do ishte
antare e Bashkimit Evropian, ndërsa piramidat dhe 98-a, djegja shkatrimi, përgjakja e Shqipërisë e kthyen Shqipërinë dekadat të tëra mbrapa dhe është e pafalshme. Ju po lotoni? Është dëgjoj. Kur vritën mbi 3.000 sa vetë, kur mbi 3.000 sa nëna e motra, e vlezër, e prindër, humbën njerëzit e tyre, si mundet Shqipëria të harrojë atë që i bëri gjën Shqipërisë. Si mundet. Po si mundet Shqipëria të harrojë edhe 21 janari e 2010-ës, kur u përgjak bulevardi të Dëshmorët e Kombit. Si mundet që t'i shkën pas ati krye përgjakësit të Shqipërisë, krye djegësit të Shqipërisë, dhe përsëri me Molotov të shkatrojnë pronën publike. Si mundet? Është një pyetje që çdo shqiptar që i dhem vendi, familja dhe fëmijët duhet t'ja bëjnë vetes. Është e dhimbshme. Prandaj edhe e ndjej me shpirt sa dëm i ka bërë Salihu Shqipërisë dhe po vazhdon t'i bëjë. E kuptoj. Nuk e meriton Shqipëria atë gjën. E kuptoj. Foto tjetër, bile kemi disa foto regjia që ne duhet të kalojmë shpejt, se kjo është një foto Pieter Abnori me Tomor Dostin, edhe ju. Do doja se jemi dhe në limit, se do dhënë atë pjesën më thelbësore e keni trajtuar, do doja një përcaktim për këto dy figura të djathët shqiptare, zoti Brozi. I kam pas shumë miq, kanë vujt, vinin, tamam, ato ishin të përsekutuarit, dhe në qoftë se ato do të ishin në kryet shtetit shqiptar, pra të ishte biles president i parë i takonte njerit nga Pieter Abnorit. Po dhe edhe kryeministër të ishin tamam një nga këto të vujturit, dhe do isha i bindur që Shqipëria do kishte parë vetëm të mira, sepse nuk do kishte në krye një kriminal si Sali Berisha. Do kishte një të përvujtur që ai që ka vujtur në burgje politike, ai të dinte vlerat e demokracisë për vete, po dhe për Shqipërinë. Foto tjetër? Kam pas shumë respekt për të dy. Për të dy, edhe Tomor Dostin. E kalojmë gjykat e lartë, se e kisha vënë për të kujtuar atë momentin kur ju thatë rrethua. Në krah të djathtë është lajmi për ju, nëse ne mund ta, nuk e di nëse mund ta zoomojmë në gazetën shqiptare, dua të flas përpara kuvendit. Është ajo që ju treguat, Gazeta Shqiptare e viti 1995. A ju kujtohet ky shkrim? Po, biles nëse keni interes në basën parlament mund t'jenë edhe letrat që unë i dërgoja parlamentit, ku kërkoja që të më dëgjojnë shprehja të ndrimet e mia. Okej, foto tjetër, sepse unë e kisha nga arkivi këtë. Po. Këtu jeni me Joseph Lake. Me ambasadorin Lake në zyrë. A i dha direction, se sot shqiptarët e kanë harruar. Sepse që t'jem i sinqert, shumë gjëra që bëshin qoftë edhe nga institucionet amerikane
nuk është se i dija unë dija rezultatin, do thëmë. Po jo atë që luaj. Po se si, pra dhe ambasadori lek në ka arë në zyrë disa herë, ishte disi me i balancuar, po në zyrë jemi dhe aty jam bashkë me të fejume në atë periudhë, Dianën, që isha të fejuar. Ju sa ishit fejuar atëre në të kohë? Po. Diana, nga është Diana? Nga Tirana, babaj nga Koqa, nënën nga Durrësi, por lindë rritë në Tirana. Lindë në Tirana. Diana, ishe studentja juaj? Se këtu në Amerikë t'inglo keq, thua shtë. Përse t'inglo keq? Që pedagogu të marrë, të marrëdot në studente. Në Shqipëri ka qenë se ato njënim në